Fatlu Morina me ka pyetur se çka po bëjmë të zgjidhim problemin e veriut, a do të zgjidhim shpejt. Me 25 korrik të vitit 2011, në urdhërin tim, Policia e Kosovës ka marrë në kontroll pikën 131. Në atë kohë, me atë aksione kemi lëvizur gjithë bashkësinë ndërkombëtare në një mbështetje të fuqishme që e kemi pasur. Pa lëvizur ne në atë kohë nuk do të lëvizte bota, prandaj edhe arritëm që të fillojmë edhe procesin e negociata për normalizimin e marrëdhënieve në mes të shtetit të Kosovës dhe Serbisë. Jemi bindur se me mbështetjen e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, Bashkimit Evropian, tani veç kemi filluar normalizimin e gjendjes në veri, ka filluar se funksionalizuari doganat e Kosovës, procesi i IBM-it, komuniteti serb po integrohet në policinë e Kosovës për të punuar gjithmonë me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, ka filluar lëvizja e lirë dhe e madhrave, ndërsa unë shpejt besoj që do të kemi takimin tjetër në Bruksel ku do të merremi vesh edhe për sistemin e drejtësisë dhe veriu i Kosovës do të jetë dhe do të funksionojë sikur e gjithë Kosova evropiane.